Autoritetet greke kanë reaguar zyrtarisht pas arrestimit të biznesmenit Ilir Shtufi në Selanik, një ditë pas operacionit të zhvilluar nga SPAK, ku goditën 2 grupe të dyshuara kriminale, të përfshira në trafikun e kokainës dhe pastrimit të parave. Në njoftimin e policisë greke thuhet se Shtufi ka hyrë në Greqi në 12 qershor, datë që përkon dhe me arrestimin e tij në një hotel në Selanik. Pas të dhënave të autoriteteve, lëvizjet e tij të fundit kanë ndodhur menjëherë pas shpadhjes së masës së sigurisë nga SPAK, çka ngre dyshime se ai mund të ketë tentuar të shmangej drejtësisë shqiptare. Biznesmeni konsiderohet pjesë e njërit prej grupeve kriminale të goditura gjatë operacionit të prokurorisë së posaçme, konkretisht grupit që sipas hetimeve drejtohet nga Luciano Koçeku. Policia greke bën me dije se arrestimi është realizuar në funksion të procedurave për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë, ku ai është padur në kërkim nga SPAK në kuadër të hetimeve për trafik narkotikësh, pastrim parash dhe pjesëmarrje në organizata kriminale. Ndërkohë, procedurat ligjore për dorëzimin e tij tek autoritetet shqiptare pritet të vijojnë në ditët në vijim, ndërsa hetimet për rrjetjen e dyshuar kriminal vazhdojnë edhe në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar.